Dashki shërë ju, 10.000 euro i shërë, qa flet o vla? I qëfare serios, do kërcejmë kështu në i valle popullore, do bëjmë në i puzzle. Nuk i djetë, ndoshta edhe kërcet, se këtu tak fak, aqë është, sa ndizet shkrepsja. Po për zotin nuk ja vlen me bo shërë se. Qefë është se Zina, Karamona, masa në hecën spektakli, hapen tema tjerë zakonshme nga Tigani, nga në i gjotë tjetër, nga i laf. Po është problemi që 10.000 euro i shërë, a i Tigani nga i peshk, sa lek bojnë o vla, që bon 10.000 euro. Tak nga qmimi, fap, 10.000 euro. Pra ne njeriu i ve gishtin kokës, qep në gojnë, sot dhe i shkretim, do një me e s'para, edhe, nuk e di për sot i herë, se kam nërmer me bo në i shërë. Nesër me shokët ta shofim në i shërë të letë, po prap, to 10.000 euro i shërë është shumë. është shumë. Halal mo 1.000 euro, hajtë po i djegim 1.000 euro. Po 10.000 euro i shërë, nuk e di, shmim shumë i lartë më duket. Do të shof këtë algoritmin e shërrit pse del kaq i lartë çmimi. Do pyesarën se e kam ekonomiste. Edhe sot për këtë mund diskutojmë pse ka çmimin kaq lartë i shërr, 10.000 euro.